mbetet pas një diskutim që të konfirmohet një zhvillim i tillë. Nuk është vetëm kjo, ka edhe më tutje, por janë disa ditë që po dalin nga kolegët, nga reporterit, tani nuk e di nga çapo kesh ti. Va me kajta? Se? Po jo, po mu kujtu ai që pa temrin kryetari forumit rinor, zoti Guri, që të kena se përdorën WhatsAppin për si farë gjonash me që mesazhe. Adin atër që ke kinca afera e përzirjes Zonjës Mihajli edhe këtyne për me Nagip. E u pa që jo nuk për përdar kanë vish për ato, po për përdar kanë edhe mu shajt me zveti, edhe mu akuzu me zveti, tani me dalë me thonë jo, valla, kena majt një edhe të regull të kryesis për të biseduar për strategjin si të të ecin tu. Këtu kam folur për diçka të brendshme që është edhe për mbarvajtjen, për ecurinë e votave në votave të diasporës, edhe dyshimin që është një strukturë organizuar kriminale, kështu thotë. Ja, të veç dyshim s'ka me të ma kushtrim. Unë mendoj që ajo dyshimi i përtej i arsyeshëm, beyond any doubt, që të gjuhën angleze, përtej dyshimi i arsyeshëm, kur qonë antarë zyrtarë të lartë, edhe kërkojnë drejtësi, edhe japin emna si grupi organizuar kriminal, humbje e votave, pastaj jo proporcionalitet të votës, azim zoti Hoti tha, nga Raoveci kam votu Prishtinalite, kam votu këta tjerë. Kështu që ajo as demokracie mrenshme mos është. Ajo është thyrje e taboreve të brendshme, për shkak favorizimeve, edhe jo vetëm favorizimeve, po për krajës së drejt për drejt, edhe kushtëzimit, edhe skemave kriminale, kush mu votu ka në donë kryetari, zban këta tjertë. Në këtë rast për shivet kush janë? Arbeni, Gashi, Driton Selmanaj, Vlora Dumoshi, këtë kjo garda, ta quajmë kështu kushtimisht e vjetër që si kam pëlqy zotit Abdigjiku me i pas në kombinim parlamentar tutje. Edhe kjo, sado që mundohen me abstrahu, shpërfaqja sot nga kolegët e reporterit, edhe sot në Viber, e paradodite në WhatsApp, i ban, e tregon ftyrën e vërtet, ato që mund më qujtë Mreti Cullak, e tregon ftyrën e vërtet që kemi të bëjmë një LDK, e cila është me double identity, me identitet dyfisht. Një LDK kënë se na kena demokracitë e brendshme dhe po diskutojmë gjëra të cilat po do kjo është brenda demokratike, se shembull, nëse i referojme qëndrimit të Arben Gashit, edhe të Armenzima, i këta janë publikisht që i kanë thënë këto.